Ditën e ndjeshme ambasada amerikane bëri një njoftim mjaft të rëndësishëm duke deklaruar se ka rrezik mjaft të madh që grupe të lidhur me Iranin të sulmojnë opozitën iraniane e cila ndodhet në Mans të Durrësit apo dhe qendra tregtare apo po themi vende ku ka turistë dhe popularitet të madh. Për folur mbi këtë njoftim të fortë të ambasadës amerikane lidhur me sigurinë në Shqipëri, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Romeo Kara, VIP të VIP Magazin. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, besoj se përcollët shqetësimin e ambasadës amerikane lidhur me sigurinë në vendin ton, sa serioze është ky po themi shqetësimi i tyre dhe sa kapacitete ka Shqipëria që këtë shqetësim ta përcjell në kanalet e duhura? Unë besoj që nuk mund të vihet në diskutim serioziteti i një ambasade që ka akses në të dhëna globale lidhur me inteligjencën, pra ka rrugë pafund nga agjenci shumë fuqishme dhe nuk mendoj që rreziku, nëse ka një rrezik, mund të shmanget duke mohuar lajmin. Pra, këtu nuk ka vend për panik, por rreth parë i thrasim arsyes që ne jemi një vend që jemi rreshtuar për në krah disa aleatëve tanë strategjik, kemi përfitimet tona, po dhe rreziqet tona. Dhe gjithashtu besoj që përpara se ne ta diskutojmë pjesën e mbrojtjes, vetë aleatët tanë do kenë shtuar vëmendjen e tyre këtu. Për të mbrojtur këta aleatë që jemi ne, po dhe interesat e tyre strategjike, por mbi të gjitha ne duhet të jemi të vetëdijshëm që jemi në zonën e ndikimit të një konflikti, kemi bërë një zgjedhje e cila është ajo iraniane që është trehur këtu dhe kemi qenë në sulme kibernetike të vazhdueshme, kemi ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe tani duhet të jemi sa më vigjilent. Por nuk besoj se mund të zhytemi në panik edhe në momente të tilla kontradiktore, qoftë edhe të anës psikologjike, po dhe të kontrollit situatës. Është një njoftim që nuk është rutinë, ka dhe vlera parandaluese dhe besoj se do të jenë kontrolle të shtuara, pavarësisht çfarë ka thënë apo nuk ka thënë qeveria, besoj do të ketë kontrolle të shtuara në pika të kyçe dhe në vendet më strategjike që mund të ketë Shqipëria. Avokata, ka kapacitete Shqipëria që të përballojë një sulm të mundshëm nga Irani, qoftë një sulm raketor apo qoftë një sulm të brendshëm, pra po themi ndonjë person që mund të jetë në Shqipëri që mund të rrezikojë sulme kamikaze, larg qoftë. Për sulmet raketore besoj se janë të tjerë që kanë marrë masat për të mbrojtë qiellin e NATO-s. Ne kemi patrullim nga aleatët tanë, koordinuar, me sa di unë grek e italian, po mund të jetë edhe tjerë, në lidhje me pjesën tjetër që ju flisni për kamikaze apo tjerë, besoj personat që janë të dyshuar do të jenë në vëzhgimin e duhur dhe për këto janë kapacitetet, si dhe ata që mund të hyjnë nga jashtë Shqipërisë, se nuk bëhet fjalë vetëm për ata që mund të gjenden në Shqipëri, edhe për këtë flasëm, për një rritje të shtuar vigjilencës në pikat e hyrjes e daljes, porte, aeroporte e tjerë. Kështu që do ketë besoj një kontroll të shtuar, një vëmendje të shtuar. Në fakt, vetëm një ditë pasi u dha njoftimi ambasadës amerikane, e dërguara me punë ambasadës amerikane, pati një vizitë në aeroportin e Rinasit, ku së bashku me koncesionarin vizituan pajisjet, skanerat e ardhur nga Amerika për kontrollin në pikën kufitare të Rinasit. A ishte kjo në fakt edhe një mesazh për thënë që shiko,
përpos që mund t'jeni në rrezik, ne jemi këtu që t'ju mbështesim edhe në teknologji apo dhe në sigurinë tuaj? Unë kam bindje plot që pikat kryesore strategjike në Shqipëri janë në vëmendjen e shërbimeve partnere edhe në momente të qeta, jo më tani. Tani pa marrë vesh lajmi që i ngarkuar me punë ka bërë një vizitë në aeroport, por kam menduar që radhë parë aeroporte, porte, po dhe vende ku grumbullohen njerëz e tjerë, do të jenë vëmendje të shtuar. Besoj personat që merren me sigurinë do të jenë mbas edhe nëpër autobus apo në vende tjera. Kështu që ne kemi ekspertizën e partnerëve tanë, të cilët kanë përvojë me këto akte, kanë jetuar me 10 vite pa rreshur në këto akte, kështu që nuk ka vend për të trombur, por është një thirrje për të qenë vigjilent dhe për të mos anashkaluar masat e sigurisë. Avokat, le të ndalemi pak te lufta që po zhvillohet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit nga ana tjetër. A duket sikur po themi SBA dhe Izraeli kanë ngelur në një po themi udhkryq lidhur me Iranin, apo kjo është një strategji që goditja përfundimtare t'i vijë atëherë kurse pret Irani? Është shumë vështirë të thuash se kush ka qenë qëllimi vërtet i palëve. Radhë parë qëllimi i tyre, me sa unë kuptoj, ka qenë dëmtimi i një force goditëse të Iranit. Dhe më pas besoj do të eskalojnë. Kush ka menduar do të ishte një përballje e shkurtër, ata vetë kanë ditur, për arsye publicitare flasin për operacione të shkurtra, por unë nuk mendoj që do të jetë i tillë. Askush nuk mund të blejë më tani deklaratat politike të këtyre dy shteteve e të liderëve të tyre. Deklaratat janë kontradiktore, nganjëherë mbase edhe tallse, pra për të vënë në lojë dhe opinionin, për mos kuptuar se cili është qëllimi i afërt dhe i largët, por me sa unë kuptoj, po përgatitet mbas edhe momenti për të eskaluar një ndërhyrje tjetër, jo mbase direkt toksore, por në një formë tjetër pastrimit të zonave të ndryshme atje. Dhe për të goditur qëllimi kryesor do të jetë regjimi. Pra, nëse do të ketë edhe një ngritje të opozitës dhe të elementeve të tjerë brenda, qëllimi kryesor do të jetë regjimi dhe bashkuar dhe me faktorin e tjerë rreth rrotullt që faktori arab, i cili tashmë po e kupton që nuk mund të rrimë peng i influencës të kaluar dhe të zgjatur në forma represive nga Irani. Besoj do të kemi një eskalim tjetër dhe nuk mendoj që kanë hyrë pa menduar në këtë përballje si administrata Trump ashtu dhe ajo izraelite. Tjetër gjë çfarë kanë thënë për operacione të shpejta, mendoj që do të vazhdojë disa kohë ky konflikt. Avokat, në fakt është raportuar për një përplasje nga zëvendës presidenti J.D. Vance me kryeministrin e Izraelit Netanyahu. Ai në fakt ka pretenduar se Netanyahu nuk ja ka pasqyruar siç duhet situatën në Iran, ndërsa thuhet që edhe vetë Netanyahu ka pakënaqësi ndaj Mossadit, duke u mbështetur tek të dhëna që Mossadi ka pasur për situatën në Iran, e ka menduar që regjimi mund binte me vrasjen e Ali Khameneit. Si shikoni këtë përplasje dhe a është në të vërtet një përplasje që mund të ketë ndodhur, apo është një strategji komunikimi që përdoret për të hutuar ndoshta edhe armikun? Unë mendoj që mund të jetë e dyta. Ata kanë informacion të saktë ku anku pinku flen, derisa i eliminojnë detuesit kryesor të administratës, ushtrisë, policisë, shërbimeve sekrete iraniane. Dhe jo më pasaj përgjendjen reale situatës. Ai është një regjim fetar i cili nuk mbahet nga një person, pra mbahet nga një ide. Dhe ideja nuk vritet, është një regjim fetar
i cili ka krijuar kusuret e tij edhe brenda popullit iranian, por besoj që në këto raste duhet parë çfarë veprohet në fushën e betejës dhe jo çfarë thuhet. Avokat, sa i përket raketave që po përdor Irani, në fakt po përdor disa raketa balistike të cilat po e dëmtojnë mjaft Izraelin, pasi përveç se janë të një shpejtësie që është vështirë të kapen nga antiraketorët e Izraelit, ata kanë një veçori që përpara se të bie në tokë bëjnë një manovër të çuditshme që në të gjitha rastet shmangin Manovër antiraketorët. shmangse, dakor. Unë nuk mendoj që Izraeli do të ketë problem. Edhe nuk është ky problemi për të friksuar ne për Izraelin, kur Izraeli vetë nuk e merr parasysh të punë. Ka një deklarim të një armiqësie të hapur prej 40 e ca vitesh që kur ka ardhur në fuqi ky regjim iranian, duke kërkuar vdekjen e Izraelit, gjë që e ka bërë Izraelin të mendoj për një zgjidhje afatgjatë ose totale dhe të mos marrë parasysh kostot. Ne gjithmonë kemi thënë, edhe dasëm pa mish dhe luk pa gjak nuk ka, Izraelitët besoj e kanë marrë parasysh këtë gjë dhe po përballen me pasojat, por dhe ata nuk kanë sjell pak dëme makinerisë ushtarake të Iranit. Ne nuk kemi lajme, pra është penguar dhënia e realitetit nga brenda Iranit, por besoj që dëmet kanë qenë jo të vogla. Dhe fluksi i raketave tashmë është pothuaj me 1/5 në asaj që ka qenë ditë e para. Pra ka diçka që nuk shkon më me makinerinë iraniane, po dhe me ekonominë. Se nëse do të vazhdoj të goditet fort ekonomia iraniane, atëherë do të shohim të jenë kolaps dhe mendoj që edhe dorëzimi nuk do të jetë i larg. Pra A nuk besoni është se a besoni që do zgjas akoma kjo luftë? besoj edhe disa javë po, mbas edhe muaj. Afrimi avionëve sulmues Urdog A-10 nga 12 ka vajtë 30 numri i tyre, flet për një përshkallëzim tjetër të fushatës. Pra vendet caktuara mbi të cilat mund të desantohen do të bëhen qilizëm atje dhe pastaj pra mund të jetë vende caktuara, jo një pushtim tërësor besoj. Do të kemi ndërhyrje mbas edhe në Këmbësori më pas. Por të kufizuara për operacione dhe qëllime të caktuara. Pra duke parë çfarë po ofrohet, duke parë se si eskalon, unë nuk jam ekspert i ushtrisë, po ai që ofrohet domethënë le të kuptosh që do të kemi luftime më të afërta domethënë. Pra mund të kemi ndërhyrje në disa objekte ndryshme, ishuj apo pozita strategjike. Avokata, duhet ndërhyrë, po themi ushtarakisht në mënyrë toksore, pasi në shumë raste armatimet e Iranit ndodhen nën tokë. Besoj ekspertët e dilën, po edhe armatime nën tokë po ja u gjenë zgjidhjen. Kemi parë edhe në konfliktin e disa muajve të kaluar, por edhe tani në Isfahan, që ka dhe zgjidhje për to, por unë mendoj që nuk flitet do kapet tuneli apo jo, por nëse paralizohet makineria ushtarake dhe sidomos ekonomia, do të kemi të qartë që Gjermania e luftës së parë botërore ka kapitulluar jashtë kufive të saj, pra ka qenë brenda territorit francez, kur e gjithë makineria e kësaj ushtarake u bllokuar nga furnizimi i gjitha llojeve dhe ata u detyruan të dorëzojnë armët bile edhe pa kushte. Ku kemi më pas dhe traktatin e Versajës. Nuk mendoj që përballë sulmeve amerikano-izraelite tashmë në disa mira objektiva mund të themi që makineria ushtarake dhe ekonomike iraniane është e pamposhtur.
Unë mendoj që edhe nëse mbijetojnë municionet, nuk do të mbijetojnë pjesë të tjera logjistikës, të cilat bëjnë të mundur të jetë një faktor rreziku pastaj për lindjen e mesme dhe për Izraelin dhe Amerikën veçanti. Kështu që do të kemi, besoj, një pushim të këtij konflikti deri diku me kushtet që kërkon Amerika dhe Izraeli. Nuk kanë vajta Mja tje vende të dozuar, besoj. Mja vende europiane i kanë refuzuar përdorimin e hapësirës ajrore Shtetet Bashkuara të Amerikës për qëllime ushtarake, pra për goditjen ndaj Iranit. Si cilësoni këtë veprim dhe a rrezikon që NATO të ngelet pa amerikanët? Po dhe rrezikon, kemi një ndarje. Europa po merret me Ukrainën, besoj, dhe Amerika po merret me Iranin. Unë mendoj që loja ruse pati një farë suksesi, pasi edhe konfliktin që shpërtheu në 7 tetor të vitit 2023 e shoh të nxitur nga pala ruse për të hequr vëmendjen nga Ukraina. Kështu që kemi një konflikt që shtrihet sot nga Ukraina deri në kufi me Pakistanin, pra në pikën më të nxehtë të globit, ku po investohet shumë Amerika me Izraelin në këtë pjesë, në pjesën e Iranit, Jemenit, Hezbollahut, Hamasit dhe organizmeve tjera të milicive tjera ushtarake në Siri dhe Irak, ndërsa Europa po përgatitet për të qëndruar gjatë për krahët e Ukrainës. Ky ka qenë ndryshimi i administratës kaluar me amerikane me atë që është tani. Ajo e kaluar kishte më tepër vëmendjen në Ukrainë, por me sa duket e ndarja e roleve nuk do të jetë kaq e dëmshme, pra ka mundësi, domethënë, duke ndarë rolet, secilat i dali për zot rreziku që ka më eminent përpara saj. Por besoj që Europa do t'i duhen disa vite për të ringritur aftësinë e saj mbrojtëse dhe sulmuese mbas. Do t'i duhen disa vite, por paktën ka kapacitet financiar në këtë moment. Më vonë besoj do ta orientojë dhe industrinë e saj drejt militarizimit, të cilin e stopoi pothuaj pas vitit 90, pas rënies së murit Berlinit. Jemi në një moment që nuk mund të rish pa u militarizuar, ndërkohë që i gjithë teatri përreth në eshtje, por edhe në publik ka qenë në garë armatimi. Po të shohim gjitha vendet arabe, vendet e lindjes mesme, edhe të Azisë, kanë krijuar një lloj distance, por kapaciteti ekonomik i tyre akoma nuk është aq sa ta rrezikojë Europën sot. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit.